Ligji shqiptar për sigurimet shoqërore ju jep të drejtën të gjithë atyre individëve që gëzojnë titullin profesor dhe profesorja shëncuar, apo drejtues i kërkimit shkencor dhe mjeshtër kërkimi, të përfitojnë një pension të dytë suplementar. Të nderuar miq, këta individ në momentin që fitojnë të drejtën për pension pleqërie, fitojnë automatikisht edhe të drejtën për përfitimin e pensionit suplementar, me kushtin që gjatë periudhës që këta individ kanë qenë në marrëdhënie pune dhe gëzonin këta tituj që përcakton ligji, të kenë derdhur edhe kontributin për pensionin suplementar. Dhe ky kontribut është në masën 5% për gjithë këta individ që janë pjesë e institucioneve publike dhe në masën 7% për këta individ që janë pjesë e institucioneve private. Në momentin që ky qytetar që gëzon titullin e profesorit asociuar, drejtues i kërkimit shkencor apo mjeshtër i kërkimit, fiton të drejtën e pensionit të pleqërisë, në mënyrë të menjëhershme fiton edhe të drejtën për pensionin suplementar, si një pension i dytë përtej pensionit të pleqërisë. Na lini një koment. A dini ju raste të përfitimit të pensionit suplementar dhe cili është mendimi juaj për këtë kategori të dytë pensioni? Njëkohësisht unë juftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube të Uta Nune Kortoçi për të mësuar të rejat e fundit për pensionet dhe sigurimet shoqërore.